Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar që kjo ditë të jetë shumë e mbar për ju. Organizata Go to Albania në bashkëpunime me faktorë të tjerë dhe organizata partnere vëmendjen e përqendrimin në fokusin e veprimtarisë të tyre kanë probleme të zhvillimit urban. Her pas here në veprimtarinë e tyre gjehen mjaft projekte që lidhen me element të ndryshëm të këtij zhvillimi dhe me një qasje të veçantë të publikut ndaj tyre. Natyrisht për të nxjerrë më të mirën rreth kësaj qasje, organizohen mjaft veprimtari që fokusojnë në vëmendje nxitjen dhe demokratizimin e hapësirave publike drejt të rinjve dhe elementve shumë të afërt me komunitetin për të dhënë mesazhe që lidhen me zhvillime për qytetin dhe komunitetin. Sot në studio jam së bashku me zonjën Liridona Ura, arkitekte, përfaqësuese e Go to Albania. Mirëmëngjes Liridon, mirë se erdhe. Dhe zotin Andi Tepelena, përfaqësues nga Art Contact, menaxher kulture ekspert. Mirë se keni ardhur në studio. Dje ju keni zhvilluar një veprimtari që lidhet me projektin Arti në fushën publike, të cilën natyrisht e keni prej kohësh, por që e finalizoni me forma dhe qasje të ndryshme gjithmonë në aktivitet me të rinj kryesisht apo jo. Si ishte kjo veprimtari? Së pari është një kënaqësi që jam këtu te Radio Shkodra, se është legjend Radio Shkodra. Ju falenderoj. E dyta është kënaqësia për që në radio. Po, domethënë midis radios dhe televizionit, biles të ju sugjeroj dhe miqve të mi që shpesh kanë shumë dëshirë dalin në media, zgjidhni radion. Sepse ndjehen më lirshëm, ndjehen më rehat, kurse kur janë televizion të vjen gjithmonë ndonjë mesazh nga regjizori, nga miq, rregullo kopsën, rregullo xhaketën, kështu në radio, mund vish dhe me bizhame, kështu që mos keni merak, vini deri nga shtëpia me bizhame. Dhe se kjo është për të hapur kështu. Projekti është Arti drejt publikes, është një projekt që konsiston më shumë përdorimin e artit në raport me sferën publike. Arti në tërësi vepron, domethënë, dhe bashkëpunon me publiken. Publika është jo vetëm publiku, por edhe sfera publike, hapësira fizike e qytetit. Që në këtë rast ne kemi gjetur një kombinim, një martesë shumë interesante midis fejes faks, po që martesë është akoma shpejt për të kurzuar një martesë midis arkitekturës ose urbanistikës dhe artit. Kryesisht artit bashkëkohor apo eksperimentale, ta quajmë, që janë metodat e reja të përdorimit të videos, instalacionit, performancës e tjera. Dhe kjo u bë në bashkëpunim kryesisht me të rinj, sepse mendojmë se ata mund të jenë generator ndryshimi më shpejt se sa brezi im, le të themi, që ka ngelur akoma tek korniza apo tek arti tradicional. Jo, një brez paksaj maturuar duhet të jetë në qendër të këtyre mendimit apo jo, me një ndërthurje. Po, patjetër. Por, domethënë, qëllimi kryesor nuk është se ishim të krijonim një brez artistësh, por filozofia e projektit është të krijojmë më shumë qytetar aktiv. Natyrisht. Se për këto kemi nevojë në Shkodrën, në qytetet tona, në gjithë Shqipërinë. Edhe kjo pastaj nëse përdoren metodat kreative të artit apo dhe mjetet e komunikimit masiv që sot i kanë të gjithë disponojnë përmes një celulari, besoj dhe efektet janë shumë më të prekshme dhe më të shpejta se sa një kohë ku arti kishte funksionin apo impaktin e vet social, por jo aq sa e ka tashti. Në këtë aspekt, përdorimi i artit në hapësirat, domethënë sfida jonë është të gjejmë një hapësirat fizike, se diskutuam dhe hapësirat publike, kurse aty ku mund të ndërhyet realisht, domethënë, sepse një farë mënyre kjo është sfida e qyteteve tona sot, ku hapësira publike është uzurpuar, apo në këto 30 vjet nga
ndërtimi nga ndërtimet, nga shpesh edhe nga uzurpimi, abuzimet në shumë fusha. Shumë fusha kështu dhe ndërhyrja në këto është për të ndërgjegjësuar komunitetin që e përbashkëta duhet të ruhet dhe në mënyrë që të kthehen hapësira për ndërvepruese me komunitetin. Edhe ju e thatë me demokratizimi i hapësirës publike, që do thotë i përket të gjithëve, pra jo vetëm një grupi apo një individi të caktuar. Ka qenë projekt i larmishëm për i të vërtetës, dhe kjo ka qenë dhe bukuria e këtij projekti, sepse kalojmë nga një zhanër tjetër nga një situatë tjetër. Sepse jeta kështu është. Jeta është e tillë dhe mendoj se Shkodra, duke qenë qytet që ka këtë status tashmë qyteti i artit dhe kulturës, se meriton që të jetë në qendër vëmendjes edhe jo vetëm nga qytetarët e Shkodrës, por edhe nga qytetarët e Shqipërisë. Është një lloj Venecia e Shqipërisë. Dhe duhet ta ruaj këtë, sepse e meriton mbi të gjitha, por dhe rreth artit, rreth kulturës krijohet ekonomi. Pra kjo ekonomi kreative që prodhon Shkodra apo shkodranët duhet të ruhet dhe duhet të mbështetet, sepse vërtet krijon angazhim të rinjve, krijon punësim, krijon mirëqenie ekonomike. Dhe kjo është edhe një faktor shumë i rëndësishëm për ta kthyer qendrën Shkodrën në një skenë multidimensionale, multiartistike, ku të vinë jo vetëm ku marrin pjesë vetëm artistë lokal, por edhe mundësisht nga rajoni, siç është kthyer kohët e fundit për shembull Prizreni, që është një qytet vërtet shumë interesant, një qytet i vogël, relativisht i vogël, po zhvillon aktivitete ndërkombëtare të jashtëzakonshme, domethënë festivali i filmit, Dokufesti, Edima, apo Bienale e Artit e tjerë. Shkodra ka këto potenciale, sepse është plot me energji krijuese. Ka nevojë për një mendimin tim, po e bëjmë këtë bisedën kështu, po dalin pa nga kornizat e gjuhës teknike të projektit, po ka nevojë për një shoqëri civile më aktive, për qytetarë mbi gjitha më aktiv, të cilët përmes nismave të ndryshme, përmes angazhimit të tyre, t'i bëjnë një presion pozitiv edhe pushtetit lokal, sepse ata që janë aty në Këshilla Bashkiake shpesh nuk janë humbin në sensin e realitetit me atë që ndodh në qytet, kështu që kur ka një angazhim nga poshtë, atëherë çohet zëri qytetarëve, çohet aty sipër dhe përmes pastaj janë institucionet vendimase që do të japin zgjidhje probleme konkrete. Natyrisht duke i bërë tepër të afërta këto hapësira dhe duke dhënë mesazhet e artit, është një ndërveprim mes aktorëve dhe faktorëve real të kësaj fushë, apo jo? Sepse këtu qëndron. Patjetër, dhe mbyllja e aktivitetit djeshëm pikërisht një tërheqës trumbullake ku morën pjesëmarrës të projektit, pra ata që kishin ideuar, konceptuar, të rinj, morën pjesë ekspert të fushës, të trashëgimisë, të urbanistikës, por edhe përfaqësues të pushtetit lokal. Sepse fund fare nëse nuk ka një ndërveprim, një komunikim konstruktiv midis gjithë këtyre faktorëve, atëherë ngelin realitetet izoluara dhe nuk ka një në fakt pikërisht këto projekte shoqërohen dhe nxiten nga disa indicie të veçanta, duke testuar realitetin, duke prekur problemet, duke i evidentuar ato, nuk mund të jetë ndryshe nëse nuk thellohesh mbi një hapësirë ku mund të zhvillohet dhe mund të jepen mesazhe, apo jo. Si identifikoni këto probleme? Ajo që përmendi Andi, problematika që përmendi Andi, në fakt u diskutuan dje përmes aktorëve që morën pjesë. Ajo në fakt ishte një përmbyllje një projekti të thujse një viti, por në fakt është nisja e një debati për hapësinën publike edhe për artin. Gjatë projektit ne kena tentu me angazhu të rinjt jo vetëm si pjesëmarrës, po mi kthy ata në ideator të problematikave që trajtohen, apo edhe të mënyrës se si i shfaqin këto problematika. Në secilën prej punëtorive që janë zhvillu, të rinjt kanë qenë protagonistat e tyne. Ne jena mundu përmes edhe ekspertave, si ju thot edhe më herët, që duhet ndoshta edhe ndërhyrja apo indicia një eksperti apo profesionistit të fushës me i orientu ma shumë ose me i lehtësu, por jo me u bë profesionisti në këtë rast
udhëzuesi kryesor i krejt ides apo rezultatit që tentohet me arrit. Edhe prandaj të rinj gjithmonë janë nxit me ken ata që i nxjerrin problematikat, me ken ata që identifikojnë problematikat e qytetit. Të fillu që të rinj te gjimnazeve deri tek profesionistat apo edhe ata që janë në hapat e para të karrierës. Le të flasim më konkretisht. Cilat janë këto probleme që shpesh ndeshemi në këtë hapësirë komunitare, por jo vetëm, në atë vështrim social, urban, që duhet të tërheqë vëmendjen dhe që arti mund ta japin më së miri nëpërmjet bashkëveprimit dhe ndërveprimit. Ja, për shembull, në rastin, po të marrim konkretisht rastin ku u bën punëtoria për videot, ne i mblodhëm të rinj, edhe pse ishin online, sepse për shkak të kusheve të pandemisë, dhe kjo e vështirësi pak një aspekt projektin, por ata nxorën vetë problematika që kanë qytet. Kryesisht për shembull u ndalën tek braktisja e godinave, të cilët kanë një vlerë kulturore në të kaluarën dhe në farë mënyrë ka nevojë të rivitalizohen apo të rikthehet një lloj identiteti të cilët e kanë humbur apo ka nevojë të restaurohen. Pa hyrë këtu në problematika që mund të ketë me çështjen e pronësisë e tjerë, se kjo është një çështje më vete. Dhe identifikuam një kush ishte Vila e Zogut, këto që ishte një vit që ka një arkitekturë jashtëzakonshme dhe vërtet. Ju keni realizuar një video shumë një grup të rinj. Një grup të rinj kanë realizuar me grupe video, secili prej tyre kanë trajtuar një problematikë të caktuar përmes videos, po jo në një video reportazh që nxjerr krejt të qartë mesazhin apo problematikën, por të ndërthurur me element artistik. Këta bërë më të rejse. Planet e gjerimit, apo audio, apo varësisht siç ata e kanë vlerësu, apo kanë dashur me shpreh siç e shohin ata në fakt, sepse ky ka qenë edhe qëllimi, ne me i përcjell problematikat përmes këndvështrimit të rinjve, si e shohin ata qytetin. Ose zona e braktisur kush ishte fabrika zona industriale, të cilët janë pjesë të trashëgimisë industriale sot në Europë, njihen këto zonat që kanë shërbyer njëri kohë për industrinë, por sot mund të kthehen zona me aspekt social kulturor, mund të rigjenerohen, mund të reaktivizohen me një funksion social caktuar. Do thonë, u identifikuan disa godina të cilët kanë potencialin që mund të kthehen në qendra kulturore sociale për komunitetin, pa mos lehen ashtu në harres apo të braktisura. Tjetër ka qenë ndërhyrje që janë bërë të ndryshme edhe në çështjet mjedisore, për shkakun sepse është shumë e pret çështja e mjedisit, domethënë edhe çështja që ka të bëjë me zona ku janë të ndotura, ujëra, toka e tjera, dhe kjo është një problematikë që ata e trajtuan përmes videos. Hapësira publike që tashmë ju jeni këtu i dini më mirë që janë qytet brenda në qendër qytetit, të cilët ka një kakofoni në këtë drejtim, nuk kuptohet, janë private apo janë publike, këtë i përkasin, kështu që në këtë aspekt ndërhyrje bën në ato zona ku kanë potencialin të në hapësira komunitare dhe gjithë kjo është në kuadrin e një qasje të veçantë dhe shumë të ndjeshme, por natyrisht kjo është njëra anë e problemit. Ana tjetër është veshi i dikujt që mund të çojë drejt përmirësimit ose drejt një zgjidhje. Si qëndron kjo balans? Unë do thoya që çështja kryesore është rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për përkatësinë që ata kanë, apo ndjenjën e përkatësisë që ata kanë ndaj qytetit e ndaj hapësinave. Nëse ata nuk janë, nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm se çka na përket në qytet, cilat janë të drejtat tona në qytet, ne përveç se nuk do e ngrem zonin për këto, as nuk do i vëmë re problematikat që mund të shohim, që mund janë të shumta në fakt. Të fillu ato që ne kemi realizuar, workshopet janë që mund futet tek arti dinamik që ndodh në një moment të caktuar, por ne ka edhe art statik që metet, ne e shohim çdo ditë që kalojmë në hapësina publike, veprat e artit që janë të realizuar në kohë të ndryshme, edhe në sajt e kësaj ata përcjellin
edhe mesazhe apo vlerat e tjera pavarësisht por që kanë edhe problematika pikërisht këtu te ky art statik, sepse shpesh gjejmë jo mirëmbajtje, jo dëmtime, gjë që tregon diçka që ndër problematikë të fillu që prej kontekstit hapësinor ku vendosen vlerat që ata përcjellin, qasja që kanë ndaj mënyrës se si realizohen veprat për me përcjell një mesazh të caktuar. Të gjitha këta janë problematika që vetë qytetarët duhet t'i evidentojnë, ose edhe pas kësaj të ngrejnë zonin për gjërat e tilla, sepse ato vendosen aty, po pastaj ato ngelen. Nëse është vepra një artisti të caktuar që vendos një vepër në një hapësinë publike, ajo pastaj bëhet pjesë e komunitetit, edhe komuniteti duhet ndihet sikur ka një të drejtë mi ato vepra dhe ka të drejtën të ngrejë zonin nëse një vepër e caktuar apo çfarëdo që ndodhin në qytet ti përkasin atyne. Sa na dëmtojnë shpesh indiferenca, një qasje tepër indiferente apo e largët ndaj këtyre vlerave që duhet t'i themi që janë tona të përbashkëta dhe që duhet t'i vlerësojmë të tilla, apo jo? Po, është e vërtet, fatikisht edhe kjo ishte për të nxirur për të zgjuar komunitetin së mos të rinjt në këtë aspekt. Indiferenca na shoqëron për fat keq në prej vitesh tashmë, sidomos në raport me hapësirën publike ku po lihet domethënë ideja është që të gjithë secili nga ne duhet bëhet kthehet rojtar i kësaj të përbashkët, sepse i përket të gjithëve. Dhe nëse ka një abuzim, nëse ka një shkelje, një spekullime të tjera në këtë hapësirë publike, secili duhet ngrejë zërin, duhet përdori gjithë qasjen kritike në këtë drejtim. Kështu që ka shumë të indiferencën, po vret, si thuash, edhe gjithë entuziazmin që do të jetojmë në qytetet tona. Megjithatë, dua të jem pozitiv sepse Shkodra vërtet ka potenciale që të rikthehet një qytet vërtet shumë të rikthehet entuziazmi i dikushëm dhe ka dhe një potencial për përdorur dhe bashkëkohor, ide bashkëkohore, artin bashkëkohor. Domethënë nëse kemi ngritur këtë perceptimin sikur Shkodra është vetëm e historisë, domethënë e traditës, unë mendoj se në Shkodër ka vend për të përdorur të gjithë metodat e artit bashkëkohor dhe për të rritur artist bashkëkohor për të dhënë një qasje dhe një freski, domethënë në ide, por dhe në përdorimin e një arti më kontemporan. Nga ana tjetër, për shembull do ndalesha pak tek projekti që bëm realizuan tek Ura e Bunës, tek lagja e Romës, sepse vërtet ka qenë shumë projekt i bukur në këtë drejtim që lidh dy anët, diçka e tillë. Simbolika në vetvete është e jashtëzakonshme sepse është një urë që lidh dy kultura, dy komunitete të tjera, edhe pse Shkodra njihet për një bashkëjetesë të paqme midis komuniteteve dhe ata janë komuniteti i vjetër, bile stoshin kështu si me shaka që jemi më të vjetër se Shkodrani, thoshin ata. Po, kështu është një fjalë. Është shumë e rëndësishme që të përfshish sa më shumë të rinj, sa më shumë njerëz në këto projekte. Si ka ndodhur në të vërtetë, sepse projekti është që nga janari dhe vijon me qasje të ndryshme në ambiente, në komunitete, hapësira të ndryshme. Për secilin prej punëtorëve janë angazhuar grupe të ndryshme të rinj, të filluar që të studentë gjimnazeve edhe të universiteteve, por edhe të rinj që janë në hapat e para të karrierës apo në punë ku aplikojnë profesionet e tyre. Ideja ka qenë që me angazhu sa më shumë të rinj, prandaj edhe përmes 5 punëtorive të ndryshme që përcjellin në fakt kanë të njëjtin synim, por në trajta edhe në zhanre të ndryshme të artit, të fillu tek videoarti, pastaj me vazhdu me lojën e drejta me qytetin, që është fillu rreth muajit maj, që ka tentuar me i vendos qytetarët edhe të rinjt në rolin e një aktori të qytetit, edhe me tash që jeti në rolin e një aktori të qytetit, ç'a mundesh me bëti?
edhe të përdor sigurisht kompetencat edhe përgjegjësitë që ka secili prej këtyre aktorëve që me kuptu edhe mënyrën se si ndërveprojnë të aktorë në qytet. Sepse nuk është pavarësisht se ne gjithmonë i drejtojmë gishtin bashkisë, në fakt ka shumë aktorë që janë te dinamik edhe këtë dinamizëm ne shpeshherë nuk e vëmë re si qytetar në përditshmërinë tonë. Pastaj ka qenë edhe instalacioni që përmendja Andi më herët, që në fakt ka qenë një trojtë e aktivizmit urban. Ne kemi quajtur edhe instalacion që ka qenë shumë e shpejt. Në fakt me përcjell një problematik përmes një ndërhyrje të shpejtë urbane brenda pak diç. Edhe performanca. Jo, më falni, mund të ndaj se kush është qëllimi i kësaj, ose më se ka lënë dëgjuesit. Unë e përmenda dhe ma herë, unë e përmenda dhe ma herë që çdo problematik që është përcjell përmes secilës prej punëtorive është nxjerr nga grupi pjesëmarrës. Gjithmonë secila prej tyre ka nis me një debat, me nxit mendimin kritik, pra ne e shohim çdo ditë qytetin si studenta që shkojmë çdo ditë në universitet apo në shkollë, por hajde tash ta shohim si qytetar të veshim këpucët e tjetrit për ta ndjerë më shumë problemin. Edhe me i pa dhe me i evidentu këto problematika dhe përmes trajtave të ndryshme, edhe me i përcjell ndoshta fillimisht tek vetja, por edhe pastaj edhe tek të tjerët. Kur nisi debati për instalacionin, secili prej pjesëmarrësve natyrisht e shef qytetin me këndvështrimin e tij dhe i përcjell këto problematika. Edhe u nis me urën e bunë si hapësirë lidhse mes komunitetesh, edhe pastaj dolëm drejt lagjes komunitetit rom, që në fakt është edhe rruga që çon për një vend turistik siç është Shiroka. Pavarësisht edhe kontekstit social, kontekstit hapësinor, ideja të ti qasesh një problematike specifike edhe këtë ta përcjellësh në forma të ndryshme. Edhe për me nxjerr këtë problematik, ne kemi bisedu edhe me komunitetin aty, edhe pavarësisht të tjerave, problemi tyne kryesor, problemi që ata evidentuan më shumë, ishte siguria në rrugë. Edhe përmes kësaj, domethënë ata e vënë re sepse janë çdo ditë aty. Shpeshherë qytetarët janë edhe kalimtar për të shkuar drejt Shirokës, edhe ndoshta nuk e vënë re edhe aq, por ata janë që e dinë edhe evidentojnë më shumë apo e ndjejnë më shumë këtë problem. Edhe kjo ishte ideja që të realizohesh diçka që më nxit minimalisht me tërheq vëmendjen, që këtu ka një komunitet që jeton çdo ditë, edhe prandaj duhet të respektohet si i tillë. So e shpejtësia me gjithë aty, sepse është një rrezik i konstant, domethënë, dhe u vënë këto tabelat me ngjyra ku me mbishkrimet ka disa mbishkrime, kush kalon aty te ajo do shohë këto tabelat që janë vendosur kështu në mënyrë të një trashme, në një farë mënyrë, dhe mbi çdo tabel do shikohet një shkrim i caktuar, një frazë e cila doli nga vetë bisedat me komunitetin. Janë mesazhe. Janë mesazhe të caktuara kështu. Dhe në ato mesazhe shikon dhe problematikat reale që kanë ata, lidhje me higjienën, kushte higjienike në lagjen, apo kushte bjen shiu, futet brenda në shtëpitë e tyre, çështje nga më ndryshme. Dhe kjo është një lloj që kjo gjë të vibroj si thosha aty ku merr vendime për përmirësuar jetën e tyre të përditshme. Që i ftohen gjithë ata që kanë mundësi kur kalojnë ande të ndajnë një minutë të reflektojnë mbi shkrimet që janë vendosur në këtë tabela. E para që janë kanë një stil poetik, dhe kjo është interesante. Por se dytë reflektojnë vërtet çfarë shqetësime kanë ata. Në fakt, po. Jo, do thoj edhe për pjesën e performancës, që në fakt ka qenë risi, do thosha, në qytet që një zhanër i ri që përcillet një problematik e qytetit përmes një performance që nuk është teatr, nuk është muzikë, por është një formë e performimit në një hapësinë publike për me përcjell. Ishin përfshirë edhe të rinj të komunitetit. Po. Qëllimi ka qenë që ti përfshim. Pra, pavarësisht implementimit të këtij projekti në qytetin e Shkodrës, ka qenë që angazhimi po të rinjve lokal edhe artistëve lokal në fakt, se secili prej grupeve kanë pas një mentor, e kemi quajtur ne, që ka lehtësu procesin e realizimit edhe
nxitjen e secili prej tyre ka implementuar edhe metodologjinë e vet, sepse të rinjt apo studentat që janë angazhuar jo vetëm kanë realizuar një produkt final, por përgjatë këtij procesi edhe kanë mësu fusha të reja të artit, që edhe unë vetë si arkitekte nuk i kam njoft, sepse janë trajta të ndryshme të përcjelljes së mesazheve që në fakt në botë kanë lindë shumë më herët, pavarësisht se te ne vinë shumë më vonë. Pikërisht gjetjet janë shumë interesante. Një qasje shumë sociale e jetës urbane, e veshur ose e mbrujtur me shprehjen artistike, ndoshta është një mënyrë e goditjes, e dhënies së mesazhit, e paraqitjes së problemit në një formë sa të afërt, aq e të tingëlluese për atë që e ndjen, por edhe për atë që nuk e njeh, ose që duhet ta ndjej. Si keni realizuar pikërisht gjetjet, sepse janë këndë të ndryshme, vështrime të ndryshme që plotësojnë një kuadrin social e veshur në mënyrë artistike. Po shiko, domethënë edhe përpara se të konceptoj kjo ide, për shembull, mua më erdhi ndërmend një artist shumë i njohur, Joseph Beuys, që është artist gjerman, është një pionjer të artit konceptual sot në botë, që në vitet 70 nuk kuptoi fatikisht nga masat. Ai ishte performer, bënte gjeste të ndryshme që ishin konceptuale, sa konceptuale aq dhe politike. Flas politike, nuk flas partijake, se gjithmonë kjo kuptohet, lidhet me politikat e zhvillimeve atje. Po, flasë politike drejt publike, domethënë. Edhe gjestet e tij shkonin për çështje që kanë bëjë me armatimin, me çështjen e luftës, çështjen e paqes, kufive, emigracionit, çështjen ambientale që janë shumë të ndjeshme. Dhe ai shpesh jepte këto e përcite mesazhe që edhe me gjeste shumë të thjeshta, që mund duket kështu. Dhe diskutohet, po është hartë apo s'është hartë. Ky është diskutim i gjërë që edhe sot bëhet në botë kur ka zhane pak eksperimentale. Por gjestet performative vinë në mënyrë spontane, domethënë nuk ka se ka një regji të caktuar që do bëhet, do ndiqe 1, 2, 3 hapa udhëzim manual në këtë aspekt, por vinë në mënyrë shumë natyrshme. Kuptohet që jepet një orientim pak a shumë të zhanreve të caktuar, por e theksoj, nuk ishte ideja që këtu të krijoni një brez artistësh, sepse të bësh artist është një profesion i vështirë në këtë kohë, nuk është se bësh artist me një workshop apo me një seminar, do ndjekësh studime të caktuara. Ne kishim nevojë të jenë qytetar krijues. Pra duke përdorur një mjet, një gest, një mesazh të caktuar, pa ndonjë angazhim kush e di se çfarë, por duke përdorur thjesht një koncept caktuar, mënyrë se si e komunikon me publikun. Dhe nëse kjo përcjell dhe një emocion, atëherë është komplet i arrirë. Nuk duam tash të themi, të gjykojmë nëse vërtet nga ana estetike, sepse nuk ishte rëndësia primare e kësaj gjë. Është efekti i brendis efekti i brendis dhe të kthehen agent ndryshimi në qytet vetë të rinj, domethënë, edhe potencialet thash janë të jashtëzakonshme, domethënë të rinj shqiptar në përgjithësi, domethënë sidomos në shkollat e mesme ka një energji, ka një dinamizëm që më habit, domethënë. Keni gjetur edhe mënyrën për t'i motivuar. Natyrisht t'i motivosh të rinjt rreth këtyre mesazheve dhe qasjeve shumë sociale, shumë publike, është diçka shumë e rëndësishme për jetën e tyre. Janë gjurmë që ato mbeten. Absolutisht. Kjo është e rëndësishme. Ato bëhen pjesë e një diçka që realizohet në qytet. Edhe të dhonë një kontribut prandaj edhe që qasja e angazhimit aktiv të pjesëmarrësve i bën ndoshta ata dhe më përgjegjës për atë që do realizojnë. Pikërisht. Arti dinamik që ndodh në ato moment është diçka që ndodh dhe pastaj është përditshmëria e jetës, por arti statik që ngelet aty, kjo ndoshta e bën edhe realizuesin apo autorin apo edhe vetë pjesëmarrësit ndoshta më përgjegjës për atë se çka do shprehin për komunitetin kur në fakt ngelet në arti dinamik, pavarësisht se duket sikur mbaron aty prapë komunikohet përmes internetit, përmes YouTube-it e tjerë, domethënë mbetet aty, kështu që edhe ata
ju shërbenëtarën çfarë kanë bërë para disa vitesh. Gjithsesi, të gjithë këto veprimtari nuk janë thjesht të mbesen në një kohë në një vend të caktuar. Ato duhet dhe rrezatojnë tek një publik, rrezatojnë tek një komunitet, përcjellin mesazhe tek njerëzit që bashkëjetojnë me këto të rinj përreth lagjes, shkollës, qytetit. Si mendoni për vlerat e këtij projekti dhe të këtyre hapave që ju keni menduar të ndiqni në këtë qasje? Okej, se ti je shkodrane dhe ke një përgjegjësi çik më të madhe këtu, sepse të mbetet ty bara ty kur flas Go2-shin dhe këtu përfitoj shfrytëzoj të them që për qytetin mua organizata Go2 është një aset i jashtëzakonshëm. Për gjërat që kanë bërë, për gjërat që vazhdojnë të bëjnë, për sensibilitetin që tregojnë ndaj komunitetit dhe ndaj hapësirave publike, sepse kanë dhe profesionin e tillë fatikisht, por tash kjo martesa me artin bashkëkor i ka çoditur pak, por më duket se po u pëlqen. Duhet me është një mënyrë e bukur e servirjes pikërisht e këtyre ideve. Konkretes me këtë ashtu qytet pak më abstrakte. Artin fakt ne përmendëm edhe më herët që është një mënyrë shumë smart për me shfaq një problematik. Edhe në fakt kështu ka ndodhur përgjithsisht. Por përveç saj, duke qenë kështu në fakt, bëhet reflektim i një gjendje aktuale, sociale, ekonomike, politike e qytetit. Edhe duke analizu këtë, duke nxjerr problematika përmes kësaj analize, pra cili është arti që ne kemi në qytet sot. Qoftë ai dinamik, qoftë edhe ai statik. Si nikon ky art në hapësinat publike? Si është ky art i vendosur në hapësinat publike? Si e shef komuniteti këtë art që ne kemi në qytet? Gjitha këto pyetje, ose duke ngrejt këto pyetje, që pastaj me vazhdu me nxit debatin përmes tyne, edhe duke nxit debatin me nxit një farë vazhdimësie për me u dhënë zgjidhje përmes ndërthurjes së aktorëve të ndryshëm të qytetit. Është ideja që me vazhdu edhe mos me elon vetëm me kaq atë çka ne duam me realizu përmes saj. Unë e thash edhe më herët që takimi i dieshëm me aktorë të ndryshëm, me artista, me qytetarë, me të rinj, me përfaqësues të pushtetit vendor, është në fakt nisja një debati për këtë gjë, sepse ka shumë qasje të problematikave, shumë qasje të hapësinës, vetë veprave në tërësinë e tyre, që edhe si ndërthuar ata, gjitha këto reflektojnë tema ose çështje që ne duhet t'i trajtojmë. Prandaj nuk du me lën vetëm me kaq, dëshira jone është me vazhdu më tej si debatin, ashtu edhe rezultatet apo çka mund nxjerrim ne përmes. Gjithë curi kam rritur në një stad i cili patjetër do të jetë start për një stad tjetër. Ndoshta me të tjera ide, projekte, zhvillime, gjithmonë në qasje të një ndërgjegjësimi akoma më të madh, sepse një rrobë re mund të blihet për 5 minuta dhe mund të vishet, ndërsa një brëndësi e re don kohë për të mbrojtur, një qasje re me përgjegjësi ndaj qytetit, ndaj problemeve, ndaj çdo gjëje që lidhet me individin dhe me komunitetin, është një proces. Edhe ndoshta pikërisht këto projekte ndihmojnë dhe fornizojnë pikërisht këto probleme që duhet të jenë shumë të ndjeshme. Nëse diskutojmë dhe për qyteti le të themi është një sistem shenjash semantike. Domethënë nuk është thjesht një territor ku ka disa banor, po ka një histori, ka një identitet, ka një të kaluar dhe ka një duhet të ketë një tashme. Kështu që bëhet fjalë tash çfarë simbolike do japin këtyre hapësirave publike, sepse shpesh kalojnë thjesht janë si hapësira që nuk kryejnë asnjë lloj funksioni social apo emancipues. Domethënë edhe sfida që është e jona e gjithë brezave që do vinë është që qyteteve tona të japim të ruajt identiteti aty ku
domethënë mund të ruhet akoma sepse shpesh një pjesë e mirë e qytetit tonë kanë humbur identitetin nga pikërisht nga ky ndërtimet masive pa kritere. Betonizimi i paskajshëm. Për mua Shkodra akoma është okay, domethënë ka akoma më shpëton Shkodra, po se për këtë Tiranës jam shumë të mos përmendim pallatin që ka zënë Radio Shkodrën. Po e fliqim edhe po e fliqim që parë dhe domethënë unë manita nga arkitektura Radio Shkodrës, që është hera parë që hy këtu dhe më duk sigurisht ato spirale, diku si shkallët e Vatikanit, më vonë qose. Por që vërtet është një ndërtesë që i shërben edhe memorisë kolektive të qytetit. Nuk është thjesht një ndërtesë, domethënë, por shumë më tepër se sa një godin. Në fakt në Shkodër është unike, pavarësisht se është një model i Radio Parisit, por në miniatur, sa rëndësishme është t'i ruajmë këto gjëra, t'i vlerësojmë, por një realitet që shpesh na bën ta thyejmë paksa atë zemrën që kemi për t'i ruajtur dhe për t'i mbrojtur. Pikërisht këto gjëra që organizata të ndryshme realizojnë nuk janë aktivitete në boshllëk. Jo, ato duhet të ndërgjegjësojnë secilin prej nesh ta bëjnë për të përgjegjshëm. Kemi shumë nevojë për këtë përgjegjësi. Po, s'mund ndërtohet një ardhmë pa ditur nga të kaluarën, pa njohur mirë të kaluarën tonë. Kjo është sfida e gjithë artistëve, operatorëve kulturor, arkitektë të tjerë, pra nuk mund të jetojmë bashkëkohore pa u mbështetur tek tradita, tek historia. Nuk janë gjëra të shkëputura. Që Shkoda ka sfidën e vet me identitetin, ruajtjen e identitetit, por dhe nga ana tjetër dhe një qasje drejt zhvillimit të bashkëkohores, domethënë që tu arkitekt të cilët punojnë në Shkodër duhet të kenë hapësirë më të madhe në këshillat bashkiake ku të diskutohet, pra kjo është rëndësia e kësaj, se produkti është gjithmonë më i mirë kur përfshin të gjithë grupet e interesit. Absolutisht. Gjithsesi, arti drejt publikës ishte një projekt që nuk mbaron këtu, pavarësisht e surisë dhe këndvështrimeve që është parë në interesin kryesisht të rinjve, por që shprehin këndvështrime të ndryshme ndaj problemeve dhe produktit që ata kanë realizuar. Nuk mbaron këtu sepse problematika vazhdon dhe ndërgjegjësimi gjithmonë duhet të jetë një qasje shumë e ndjeshme e individit dhe komunitetit. Natyrisht, duhet ju falenderoj shumë për të gjitha ato çfarë ju shprehet dhe ndjeshmërinë tuaj ndaj këtyre problemeve dhe kontributit që ju jepni për t'i afruar të rinjt pjesën më vitale dhe që me të cilët duhet të mbështetet e sotmja dhe e nesërmja për të realizuar pikërisht këto ide që janë shumë të rëndësishme për ne, që lidhen me identitetin, me të tashmen, me respektimin e jetës së të gjithëve në komunitet dhe të vlerësimit të saj. Ju falenderoj pamas, zotin Andi Tepelena, Liridona Ulejn, dhe ju uroj gjithmonë ecuri të mirë, krijimtari dhe shpirt për të realizuar gjëra të tjera të bukura si kjo. Ju falenderoj që më dha mundësitë të përcollëm disa mesazhe, nuk di se arritëm Lidon për të thënë gjitha se është e vështirë një minutazh të shkurt, por besoj duke dashur me njek vazhdimsinë e këtij debati, se s'po du me thonë këtij projekti, e këtij debati, e këtyne çështjeve të hapësirës publike të artit, mendoj që do jetë një mënyrë se si me përcjell vazhdimisht tek faqja juaj organizatës mund të hyjnë njerëzit. Natyrisht unë dua t'ju falenderoj edhe në emër të atyre që na kanë ndjekur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.